Komisioni i Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë zhvilloi dje një seancë në Ballkanin Perëndimor ku u diskutua përparimi i bërë në vendet e këtij rajoni drejt integrimit euro-atlantik dhe sfidat me të cilat ndeshen këto vende. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit mes Washingtonit dhe Bashkimit Evropian për integrimin e këtij rajoni. Kolegja Bardha Shpuza Azari sjell hollësit. Ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë Philip Gordon prezantoi përparësitë e administratës së presidentit Barack Obama për rajonin e Ballkanit Perëndimor, një ndër to edhe integrimi euro-atlantik. Stabiliteti në Kosovë, tha zoti Gordon, mbetet një nga sfidat kryesore. Ndihmës sekretari i shtetit nënvizoi përparimin e bërë deri tani në Kosovë. 2 vjet pas pavarësisë, udhëheqja e Kosovës ka bërë përparim të jashtëzakonshëm. Qeveria ka ndërtuar shkolla dhe rrugë, ministri dhe agjenci. 2009 ishte viti i konsolidimit të institucioneve, krijimit të gjykatës kushtetuese dhe zgjedhjeve të para të administruara nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës. Edhe pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ishte domethënëse. Kosova, shtoi zoti Gordon, ka arritur një marrëveshje historike me Maqedoninë për demarkacionin e kufirit dhe ka vendosur marrëdhënie të plota diplomatike me të dhe me Malin e Zi. Shtetet e Bashkuara e shohin Bashkimin Evropian si një partner të rëndësishëm të Washingtonit në avancimin e përpjekjeve të Kosovës drejt reformës dhe përparimit. Megjithatë, Kosova ka përballë edhe shumë sfida. Kosovo has come far in its 2 years of independence. Kosova ka arritur shumë gjatë 2 viteve të saj të para, megjithatë ka ende shumë punë për të bërë. Ne po punojmë me qeverinë e Kosovës për t'i zgjidhur këtë çështje. Decentralizimi i pushtetit duhet të vazhdojë. Qeveria duhet të vazhdojë përpjekjet për integrimin e pakicës serbe në vend, duke përfshirë veriun e vendit. Është e rëndësishme që qeveria të theksojë përfitimet e decentralizimit dhe t'u japë mbështetje të madhe komunave në zbatimin e funksioneve të tyre. Forcimi i zbatimit të ligjit është qendror për Kosovën dhe është çelësi i suksesit edhe në fushat e tjera, tha zoti Gordon. Por edhe ekonomia nuk duhet lënë pas. Qeveria duhet të zbatojë reformat e nevojshme për të nxitur rritjen e sektorit privat. Në lidhje me Shqipërinë, ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht integrimin euro-atlantik të vendit. Dhe megjithse qeveria shqiptare duhet të punojë më shumë për të luftuar korrupsionin, ndërsa shpresojmë të jepet fund ngërçit politik në parlamentin e vendit, Shqipëria ka luajtur një rol konstruktiv në rajon. Shqipëria, tha zoti Gordon, ka punuar shumë për pajtimin e komuniteteve serbe dhe shqiptare, ka ripërtritur marrëdhëniet e nivelit të lartë me Serbinë dhe mbështet integrimin euro-atlantik të Serbisë dhe Kosovës. Shqipëria sapo ka dorëzuar edhe pyetësorin e anëtarësimit në Komisionin Evropian. Zoti Philip Gordon foli dje në seancën dëgjimore për Ballkanin Perëndimor të Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë. Për Zërin e Amerikës, Bardha Shpuza Azari, Washington.